Parandalimi i zjarreve gjatë verës në zonat e mbrojtura dhe përgatitja për shuarjen e tyre në kohën më të shpejtë është prioriteti kryesor i kësaj periudhe për administratën e zonave të mbrojtura të qarkut Shkodër. Përgjegjësi i kësaj administrate, Agim Dardha, tha se është i rëndësishëm koordinimi i masave me të gjithë aktorët që kanë detyrime në këtë drejtim, si dhe me komunitetin. Në të gjithë qarkun e Shkodrës ne kemi hartuar planin teknik organizativ për mbrojtjen e pyjeve kullotave nga zjarri, duke arritur marrëveshjet me të gjitha njësitë vendore, sigurisht edhe me njësitë zjarrfikse, por për mua më e rëndësishmja është të kemi një ndërgjegjësim të komunitetit dhe vizitorëve në pyje, sepse jo çdo sipërfaqe mund të mbalohet me punën e shtetit. Dhe informacioni në kohë është shumë i rëndësishëm dhe sigurisht mos ndezja e zjarreve, dhe nëse bëjmë piknik, ata pasi të ndezin zjarret për piknik, të kenë kujdes që ta fikun dhe ta ndezin atë vende më të përshtatshëm, mos kemi përhapje zjarrit. Nga Velipoja deri në Alpe, si Thethi, Valbona dhe Kelmendi, një pjesë e konsiderueshme e kësaj zone shfrytëzohet për turizëm, ndaj sfida kryesore është mbrojtja nga zjarret. Që të kemi sa më pak mbetje dhe të kemi sa më pak zjarre. Dhe sigurisht që duke shpëtuar jetë njerëzish mos kemi incidente në Alpe. Zonat e mbrojtura të qarkut të Shkodrës zonë një sipërfaqe prej 105.000 hektarësh. Në Velipoj dhe në Theth gjatë verës stacionohet shërbimi posaçëm i zjarrfikse deri në muajin tetor për të ndërhyrë në rast të zjarresh. Ndërsa për zona turistike si Razma, Boka dhe Kelmendi, raporti zjarrfikësve i Malësisë së Madhe harton një plan të posaçëm. Administrata zonave të mbrojtura ka detyrimin të shkëmbejë informacione 24 orë në ditë për rastet e zjarreve dhe nevojën për ndërhyrje pa humbur kohë.